problemet tona të ishte ngjarje e një rëndësie shumë të madhe, dështimi i plot i përpjekjeve të jashtëzakonshme të Edi Ramës për të ndryshuar, për të mos thënë për të bllokuar raportin mbi farsën elektorale të 11 majit. Është në dignitetin e atyre vëzhguesve dhe drejtuesve të tyre që jo vetëm nuk ndryshuan asnjë pikë dhe asnjë presje nga raporti paraprak, por në një seri çështjesh renditën shumësi fakte të shumta dhe të dhëna me të cilat i dhanë përgjigje përfundimtare Edi Ramës, që u thoshte ku keni fakte ju për të provuar këto që keni shkruar. Ai që ka sy të lexoj, le të lexoj në faqet të tëra rrjeshtohen e gjithë batërdia zgjedhore, jo në një apo dy rrethe, por në shumicën e qarqeve të Shqipërisë. E vërteta është se në 33 vite ky raporti më damkosës i farsës elektorale për farsën elektorale të Edi Ramës. Asnjë raport tjetër nuk ka patur për masat e denoncimit të farsës si raporti i zgjedhjeve të 11 majit. Janë rrjeshtuar argumentat pafundme të funksionimit të partisë shtet, të përdorimit të gjitha resurseve të qeverisë dhe shtetit për të grabitur zgjedhjet. Natyrisht, raporti nuk mund të shkruaj ato që nuk shkruan. Jo. Ai ka patur detyrë, ata burra dhe gra kanë patur detyrë të thonë nëse zgjedhjet përputhen me standardet ndërkombëtare apo jo. Ky është detyra e tyre. Ky ka qenë dhe ky është detyra e tyre. Dhe ata faktojnë se në një demokraci pluraliste këto zgjedhje nuk përputhen me standardet ndërkombëtare në parimin më themelor të barazisë. Ata faktojnë se u përdoren të gjitha mjetet për të shtruar një proces elektoral në farsë. Dhe i përshëndes përzemërsisht që i kanë qendruar kryeministrit në të gjitha qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore në farsën elektorale. Ka një citim timin, ju lutem, vetëm
për një moment më duhet ta zbërthej pak. Thot se Berisha thot, quajti një aleat, kërcënoi një aleat të Rama se më datën 11 maj do shpallej organizatë terroriste. Fjala ishte për kartelin Troprini, miq. Dhe unë i përgëzoj, e kam thënë atë, nuk e mohoj. Gjatë fushatës elektorale, unë kam deklaruar se karteli Troprini do shpallet organizatë terroriste, dhe gjitha do shpallen organizatë terroriste. Pra, unë i falenderoj për këtë sankcionim që i kanë bërë raport deklaratësime se mënyrë absolute, ato janë, siç provohet, degët europiane të karteleve narkoterroriste të Amerikës Latine. Kjo është e vërtet. Tjera